Të huajt po blejnë gjithnjë më shumë prona në Bregdetin e Shqipërisë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, gjatë 3 muajve të parë të vitit janë investuar 175 milion euro në këtë sektor, duke bërë atë më të preferuar ndër të gjithë sektorët e ekonomisë dhe duke shënuar nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Kjo që blerësit të huaj real janë kryesisht në Bregdet. Janë ato që e kanë në mungesë Bregdetin në vendet e tyre, kemi çekët, polakët, gjermanët, pjesa nordike që blenë goxha në gjithë Bregdetin, mund themi që e kanë të preferuar. Kanë ndikuar mendoj edhe infrastruktura që është përmirësuar deri diku në këto zona dhe e kanë shikuar me goxha potencial, duke referuar vendet të rajonit apo vendet të tjera që janë goxha më lartë se sa ne me çmimet. Prania në rritje e blerësve të huaj në Bregdet po ndikon dhe në rritjen e çmimeve të apartamenteve në këto zona. Mendoj që ka pasur goxha ndikim, sepse po të shikojmë të huajt sot kanë zonjë një goxha vënë në pjesën e blerjes apartamenteve, pronave në Bregdet dhe sigurisht që ne e dimë që çdo kërkesë e shtuar është një çmim normalisht pak më të lartë, sepse edhe ndërtuesit përfitojnë me të drejtë. Situata krijuar ditët e fundit lidhur me protestat që nisën kundër projektit turistik në Zvërnec nuk pritet të ndikojë negativisht në interesin e të huajve për të blerë prona në Bregdet, sipas ekspertëve. Tani normalisht çdo protestë apo çdo ngërsh, çdo problematik ndikon negativisht, por mendoj që kjo kategori blerësish, kjo kategori klientësh që blejnë në Shqipëri nuk janë për atë pjesë resorteve, pjesë resorteve luksoze që do ndërtohen. Nuk mendoj që do ketë ndonjë ndikim negativ, sepse nuk është se Shqipëria ka ndritur gjithmonë me çështjen politike. Megjithëse çmimet po rriten vazhdimisht, Bregdeti shqiptar vijon të mbetet më i lirë krahasuar me vendet e tjera të rajonit, sipas të dhënave të platformës Numbeo, e njohur për krahasimin e kostos së jetesës dhe çmimeve të pasurive të paluajtshme në vende të ndryshme të botës.